gjatë së hënës janë bërë tërësisht, nga se këtu mbrëmë është vendosur shtatorja e Car Lazarit, komandanti që u pri ushtarëve ballkanik në përbërje me Perandorinë Osmane 627 vjet më parë, në atë që historia e njetë është si betejë e Kosovës. Përurimi i shtatorës 7.5 metra e lartë dhe rënd 7.5 ton do të bëhet nesër. Car Lazari mban në një rëndor një shpanë, ndërsa në tjetrën gishtin e ka të drejtuar ka Gazi Mestani. Këtë projekt të financuar nga qeveria e Serbisë nuk do ta pengojnë institucionet vendore. Faton Abdullahu, këshilltari i kryeministrit Isa Mustafa, ka thënë se qeveria është e përkushtuar në respektimin e kulturës dhe trashëgimisë të gjitha komuniteteve në Kosovë, por gjithmonë duke u bazuar në ligjin dhe kushtetutën e vendit. Ne si qeveri nuk jemi që mundësia dëshmuarsi e dëmshme të ndikoj, as me pak të dirigjojt e tashmen dhe të ardhmen e qytetarëve të Kosovës dhe në përgjithësi vlerat demokratike dhe multietnike të cilat po u ndërtojmë. Përmendorët e të vdekurve para shumë shekujsh nuk mund t'i kthejnë të gjallët në Kosovë, as me pak nëse ato përmendore kthehen në gogol nacionalist. E në komunën fshinje të Mitrovicës Veriore në atë jugore shprehen të pafuqishëm për të ndërmarrë diçka. Blerina Kastrati, zyrtare për informim në komunën e Mitrovicës, ka thënë se nuk kanë kurfar kompetencash në territorin e komunës fshinje. Pas paralajmërimeve se nesër do të vendoset shtatorja Car Lazarit në Mitrovicën Veriore, kanë reaguar partitë opozitare. Ish-kreu i Kuvendit të Kosovës, Jakub Krasniqi, tash pjesë e nismës për Kosovë, në një shkrim autorial ka akuzuar kryeministrin Isa Mustafa dhe presidentin Hashim Thaçi se me politikën e tyre të negociatave me Serbinë kanë mundsuar kolonizimin e veriut. Kreu i lëvizjes vetëndosje Visa Rymeri nëpërmjet një statusi në Facebook ka thënë se me këtë po dëshmohet karakteri shovenist i Zajednicës si projekt, ndërsa shefi i grupit parlamentar të AK-s Pa Lekaj ka thënë se kur qeveria e Kosovës lejon të ngritën përmendore, populli shqiptar do të mbetet vasal dhe i përulur para serbëve. Jam mjaft të dëshpëruar, kam dëgjuar, institucionet e Kosovës do të ndërmarrin shumë hapat sigurt në këtë drejtim, se kjo është një provokim për ne shqiptarët. Sidomos veçanërisht për ne mitrovicalit. Përurimi i përmendorës Car Lazari Mitrovicë sëllon ndarjen mes etnive, mes etnisë serbe dhe etnisë shqiptare, edhe si akti i tillë është shumë i dëmshëm për Republikën e Kosovës. Padyshim që provokim shumë i madh është për shqiptarët vendosja i monumentit pa nevojshëm do të këto hapësira. Aparati shtetëror është duft me veprim këtë drejtim që provokime të radhës ose ngjashme mos më marrë për qytetarët shumicë ose qytetarët e Kosovës.